Vjera e përzuri nusen, por e vërteta doli pas 10 vitesh. Dil jashtë kësaj shtëpie. Ti nuk ke asgjë këtu. Këto ishin fjalët që një vjerë i tha nuses së saj në ditën më të errët të martesës. Para syve të gjithë familjes, ajo e poshtoroi, i mblodhi rrobat në disa çanta dhe nxori nga dera sikur të ishte një huaj. Nusja, shpresa, nuk u lut, nuk bërtiti, nuk kërkoi mëshirë. Ajo vetëm pa edhe një herë shtëpinë ku kishte jetuar për vite dhe tha: "Një ditë do ta kuptosh se kujt i përket vërtet kjo shtëpi." Vjera qeshi: "Ti, pronare, mos u kthe më kur." Dhe shpresa u largua me lot në sy, pa e ditur se 10 vite më vonë do të kthehej në atë derë jo si nusja për zën, por si pronare e vërtet e gjithë pasurisë. Por çfarë kishte ndodhur gjatë atyre 10 viteve? Dhe pse askush në familje nuk e kishte ditur sekretin që shpresa kishte mbajtur të fshehur për kaq gjatë? Dera që u mbyll përgjithmonë. Shpresa qëndronte në mes të korridorit, me 2 çanta të vogla pranë këmbëve dhe me duar që i dridheshin. Pas saj ishte dera e dhomës ku kishte fjetur për 10 vjet. Përpara saj ishte dera e jashtme. Dhe në mes të tyre qëndronte gruaja që kishte vendosur se ajo nuk kishte më vend në atë shtëpi. "Mblidhi gjërat dhe ik", tha vjehra zyrja me një zë të ftohtë. Shpresa ngriti syt. "Ku të shkoj? Kjo nuk është më puna ime. Por kjo është shtëpia ime gjithashtu. Kam jetuar këtu prej vitesh." Zyrja lëshoi një të qeshur të hidhur. "Shtëpia ime nuk është hotel për nuse që nuk din të respektojnë familjen." Në dhomën tjetër, 2 gratë afërmbe po dëgjonin e heshtje. Askush nuk ndërhyri. Askush nuk i tha zyrjes se po e tepronte. Askush nuk i tha shpresës se ajo kishte të drejtë. Burri i saj, Arbeni, qëndronte pranë dritares me kokën ulur. Shpresa e pa. "Arben." Ai nuk reagoi. "Më shiko në sy." Arbeni ngriti kokën ngadalë. Sytë e tij ishin të mbushur me turp. "Shpresun, thuaje. Nuk mund të bëj asgjë." Ato fjalë goditën më shumë se çdo fyerje. Për 10 vite, ajo kishte menduar se Arbeni ishte burri me të cilin do të plakej. Tani ai po i thoshte se nuk mund ta mbronte. Zyrja mori çantën e parë dhe e vendosi pranë derës. "Mjaft me skenat. Ik." Shpresa u përkul dhe mori çantën. Por para se të dilte, u kthye edhe një herë. "Zyrja, çfarë? Një ditë do të pendohesh për këtë." "Unë?" Qeshi vjehra. "Ti duhet të pendohesh që ke hyrë ndonjëherë në këtë familje." Shpresa heshti. Pastaj doli. Dera u mbyll pas saj. Një zhurmë thatë. Klik. Ishte sikur ajo derë të kishte mbyllur jo vetëm shtëpinë, por edhe 10 vite të jetës së saj. 10 vite më parë, shpresa kishte ardhur në atë shtëpi si nuse. Atëherë gjithçka duke ndryshe. Ishte një vajzë e re, vetëm 23 vjeçe. Nuk kishte shumë para, por kishte një ëndër të thjeshtë. Të ndërtonte një familje. Arbeni ishte djali i vetëm i zyrjes. Ai kishte punuar prej vitesh në biznesin familjar dhe konsiderohej nga të gjithë si trashëgimtari i shtëpisë dhe i pronave. Ditën e dasmës, zyrja i kishte buzëqeshur shpresës. Madje i kishte thënë: "Tani e vajza ime." Shpresa e kishte besuar. Ajo nuk e dinte se pas asaj buzëqeshje fshihej një grua që do ta gjykonte për çdo gjë. Në muajt e parë, kritikat ishin të vogla. "E ke bërë supën shumë të kripur. Pse e ke ndezur ngrohjen kaq shumë? Pse bleve atë fustan? Pse nuk u zgjove më herët?" Shpresa heshte. Mendonte se kështu ishin vjehrat. Pastaj erdhën akuzat. "Ti po e largon Arbenin nga familja. Ti mendon vetëm për veten. Ti do çaj të shes biznesin. Ti po i hedh syt pas parave." Shpresa nuk kuptonte asgjë. Ajo nuk kishte kërkuar kur para. Madje për vite me radhë kishte punuar vetë. Kishte bërë gjithçka që familja të funksiononte. Kur Arbeni ishte sëmur, ajo shndroi pranë tij. Kur babai i Arbenit vdiq, shpresa ishte ajo që u kujdes për zyrjen. Kur biznesi kaloi një periudhë të vështirë, ajo shiti edhe disa sende të saj për të ndihmuar familjen. Por zyrja nuk e kujtonte asgjë. Ajo kujtonte vetëm një gjë: se shpresa nuk ishte vajza që ajo kishte zgjedhur për djalin e saj. Problemet u bën më të mëdha pas vitit të 5 të martesës. Arbeni filloi të qëndronte më shumë në punë. Në shtëpi kthehej i lodhur. Shpresa e priste. "Si shkoi dita?" "Mirë." "Ke ngrënë?" "Jo." "Të përgatis diçka?" "Jo, jam i lodhur." Ditët kalonin. Bisedat paksoheshin. Dhe zyrja filloi të mbushte boshoqet me dyshime. Një mbrëmje ajo i tha Arbenit: "Duhet të hapësh syt." "Për çfarë?" "Për gruan tënde." Arbeni heshti. "Çfarë ka bërë?" "Nuk dua të flas pa prova." "Atëherë pse po më thua?" Zyrja u afrua. "Sepse një nën e njeh djalin e saj, dhe unë e di që ajo po të fshe diçka." Arbeni filloi të dyshonte. Dhe kjo ishte pikërisht ajo që zyrja kishte dashur. Pak nga pak, shpresa u bë huaj në shtëpinë ku kishte kaluar gjysmën e jetës së saj të rritur. Një natë, shpresa hyri në kuzhinë dhe pa zyrjen duke folur me një burr që nuk e njihte. Kur shpresa u shfaq, burri u largua menjëherë. "Kush ishte ai?" pyeti ajo. "Nuk të intereson." "Po pse ishte këtu?" "Mos më bëj pyetje." Shpresa ndjeu diçka të çuditshme. "Zyrja, unë nuk dua të kem probleme me ty." "Por ky është edhe vendi ku jetoj." "Jo, shpresë." Zyrja u kthye. "Ky është vendi ku të kemi lejuar të jetosh."
Shpresa mbeti pa fjalë. Ajo nuk e dinte atëherë se ai burr do të bëhej një nga çelësat e misterit që do të zbulohej 10 vite më vonë. Pas disa javësh ndodhi diçka tjetër. Arbeni mori një telefonat. Ai doli jashtë për të folur. Shpresa e ndoshi pa dashje. Dëgjoi vetëm disa fjalë. Jo, dokumentet nuk duhet të dalin tani. Shpresa u ndal. Kur Arbeni hyri përsëri në shtëpi, ajo e pyeti. Çfarë dokumentesh? Arbeni u habit. Çfarë? Të dëgjova duke folur. Pun. Çfarë pune? Mos u përziej. Shpresa e pa gjatë. Ti po më fshe diçka. Jo. Atëherë pse nuk më tregon? Arbeni nuk foli. Në atë moment, nga pas tyre u shfash zyrja. Arben, hajde pak me mua. Ai shkoi pas saj. Shpresa mbeti vetëm. Ajo nuk e dinte se çfarë po ndodhte, por për herë të parë filloi të kuptonte se në atë familje kishte sekrete që nuk kishin lidhje vetëm me të. Muajt kaluan, dhe një mëngjes, Shpresa gjeti një zarf poshtë derës së dhomës. Nuk kishte emër, vetëm një fjali. Mos i beso askujt në atë shtëpi. Zemra i rahu fort. Ajo e hapi. Brenda ishte një kopje e një dokumenti të vjetër. Në krye shkruhej emri i një personi që Shpresa nuk e njihte, por në fund të dokumentit ishte një nënshkrim, dhe ai nënshkrim e tronditi. I përkiste babait të Arbenit. Shpresa e lexoi dokumentin disa herë. Nuk kuptonte gjithçka, por kuptoi një gjë. Prona mbi të cilën ishte ndërtuar shtëpia nuk ishte regjistruar në emër të zyrjes, as në emër të Arbenit, dhe as në emër të ndonjë kompanie të familjes. Dokumenti tregonte diçka krejt tjetër, por përpara se të mund të zbulonte më shumë, dera u hap. Zyrja hyri. Çfarë po bën? Shpresa e fshehu dokumentin. Asgjë. Zyrja e pa me dyshim. Çfarë ke në dorë? Asgjë. Ma jep. Jo. Për herë të parë, Shpresa nuk ju bind. Zyrja u afrua. Ti nuk e di me këpo luan. Shpresa e pa drejt në sy. Ndoshta pikërisht tani po filloi ta kuptoj. Zyrja doli pa thënë asgjë. Por atë natë Shpresa nuk fjeti. Ajo e kuptoi se dokumenti nuk ishte një kërcënim. Ishte një paralajmërim. Dikush jashtë asaj shtëpie po përpiqej ta ndihmonte. Dhe pastaj erdhi dita e katastrofës. Arbeni humbi një shumë të madhe parash në biznes. Zyrja menjëherë e fajsoi Shpresën. Ajo ka marrë parat. Shpresa u trondi. Çfarë po thua? Vetëm ti kishe çelësin e zyrës. Po edhe Arbeni. Ai nuk do të vite familjen e vet. Asun. Zyrja kishte thirrur edhe disa të afërm. Para të gjithëve ajo akuzoi Shpresën. Ajo ka marrë parat dhe do të largohet. Shpresa çau. Nuk kam marrë asgjë. Arbeni qëndronte në heshtje. Arben, më beso. Ai nuk përgjigjej. Më beso. Përsëriti ajo, por dyshimi tashmë kishte hyrë në zemrën e tij. Atë mbrëmje zyrja i dha ultimatum. Ose ajo largohet ose unë iki nga kjo shtëpi. Arbeni u përball me zgjedhjen dhe zgjodhi nënën. Kështu, 10 vite më parë, Shpresa u përzu nga shtëpia, por askush nuk e dinte se ajo nuk po largohej me duar bosh. Në çantën e saj ishte një zarf, një dokument i vjetër dhe një sekret që do të ndryshonte gjithçka. Shpresa ecte në rrugë me lotët që i rridhnin në fashe. Ishte natë, nuk kishte makinë. Nuk kishte ku të shkonte, por pas disa minutash një makinë e zezë ndaloi pranë saj. Dera u hap. Një grua rreth të 60-tave doli jashtë. Shpresa u ngrir. Si e dini emrin tim? Gruaja nuk u përgjigj menjëherë. Ajo vetëm i tha. Babai i Arbenit më kërkoi të të gjeja nëse një ditë do të përzini nga ajo shtëpi. Shpresa u zbeh. Babai i Arbenit ka vdekur. E di. Atëherë pse? Gruaja nxori një dosje nga makina, sepse para se të vdiste ai la diçka në emrin tënd. Shpresa pa dosjen. Çfarë? Gruaja u afrua. Është arsyeja pse ata nuk donin kurrë që ti ta shije këtë dokument. Ajo ja zgjati dosjen. Shpresa e hapi. Në faqen e parë ishte një kontratë. Në faqen e dytë ishte një certifikat pronësie. Dhe në faqen e fundit ishte emri i saj. Shpresa. Ajo mbeti pa frym. Kjo nuk është e mundur. Gruaja e pa në sy. Është më se e mundur. Pse nuk ma tha askush? Sepse dokumenti ishte mbajtur i fshet për 10 vite. Shpresa ngriti kokën. Çfarë do të thotë kjo? Gruaja mori frymther. Do të thotë se shtëpia nga e cila sapo të përzun. Ajo ndaloi. Mund të jetë pronë e jotja. Shpresa nuk foli. Ajo vetëm shtrëngoi dokumentin në duar, por ende nuk e dinte të vërtetën e plot. Sepse dokumenti që kishte në duar nuk ishte fundi i historisë. Ishte vetëm fillimi. Dhe 10 vite më vonë, kur Shpresa do të kthehej përsëri në atë shtëpi, zyrja do të zbulonte diçka që askush nuk e kishte imagjinuar, sepse prona nuk ishte vetmja gjë që ishte lënë Shpresës. Kishte edhe një trashëgimi tjetër shumë të madhe dhe ajo do të trondiste të gjithë familjen. Sekreti që fshihej pas dokumentit. Shpresa nuk mund të besonte syve. Emri i saj ishte shkruar në dokument, jo si dëshmitare, jo si trashëgimtare e mundshme, por si pronare. Ajo e lexoi përsëri rreshtin. Pronaret Shpresa. Duart i dridheshin. Nuk mund të jetë e vërtet, pëshpriti.
Gruaja që e kishte marrë nga rruga, Mira, u ul përballë saj. Është e vërtet. Pse nuk më tregoi askush? Mira uli syt. Sepse babai i Arbenit kishte frikë. Nga kush? Mira heshti për disa sekonda. Nga zyrja. Shpresa u ngrirë. Vjehra ime? Po. Por pse do të kishte frikë prej saj? Mira hapi një tjetër dosje. Sepse ajo nuk e dinte të gjithë historinë e pasurisë së burrit të saj. Dhe kur ai kuptoi se koha po i mbaronte, vendosi që pasuria kryesore të mos kalonte te ajo. Shpresa nuk fliste. Mira vazhdoi. Ai kishte zbuluar se njerëzit që e rrethonin kishin filluar të manipulonin dokumentet e pronës. Nuk donte që pasuria të përfundonte në duart e njerëzve të gabuar. Dhe pse ma lamua? Mira e pa drejt në sy, sepse ai të vlerësonte. Shpresa u habit. Mua? Po. Ai të shite ndryshe nga pjesa tjetër e familjes. Thoshte se ti ishe e vetmja që nuk kërkoi asgjë prej tij. Shpresa uli kokën. Ajo kujtoi ditët kur vjehri i saj në heshtje e pyeste nëse ishte mirë. Kujtoi një bisedë që kishin bërë disa muaj para vdekjes së tij. Atëherë ai kishte thënë: "Mos u shqetëso nëse një ditë njerëzit të keq kuptojnë. E vërteta ka mënyrën e vet për të dalë në dritë." Shpresa nuk e kishte kuptuar. Tani po. Mira i tregoi edhe një dokument tjetër. "Ky është testamenti." Shpresa e hapi. Lexoi ngadalë, por pastaj ndaloi. Në dokument përmendej jo vetëm shtëpia, përmendej edhe një pjesë e madhe e tokave, disa prona dhe një kompani. Shpresa ngriti kokën. Kompania? Po biznesi i familjes? Pikërisht. Shpresa u mbështet në karrige. Pra, gjithë këto vite, ti ke qenë pronarja ligjore e një pjesë shumë të madhe të asaj pasurie, por unë nuk e kam ditur. Kjo ishte arsyeja pse dokumentet u fshehen. Shpresa filloi të çante, jo nga gëzimi, por nga dhimbja, sepse për 10 vite ajo kishte jetuar duke menduar se nuk kishte asgjë. Kishte punuar, kishte kursyer, kishte vuajtur, dhe familja e burrit të saj e kishte trajtuar si një grua pa vlerë. Ndërkohë, në një dosje të fshehur, emri i saj kishte qëndruar si pronar. Të nesërmen, Shpresa nuk u kthye në shtëpi. Ajo vendosi të mos bënte asgjë menjëherë. "Duhet të jesh e kujdesshme," i tha Mira. "Çfarë të bëj?" "Mos u tregu atyre se çfarë ke gjetur." "Pse?" "Sepse nëse e kuptojnë që dokumentet janë në duart e tua, mund të përpiqen t'i zhdukin." Shpresa heshti. Për herë të parë në jetën e saj, ajo kuptoi se nuk mjaftonte të kishte të drejtë. Duhej edhe ta provoje. Ajo vendosi të merrte një avokat. Ditët në vazhdim dokumentet u kontrolluan, nënshkrimet u verifikuan, regjistrimet e vjetra u kërkuan, dhe çdo provë çonte në të njëjtin përfundim. Dokumentet ishin autentike. Shpresa ishte pronare, por kishte edhe një problem. Një pjesë e pronës ishte transferuar vite më parë në emër të një kompanie, dhe transferimi ishte bërë nga Arbeni. Shpresa nuk mund ta besonte. Arbeni? Avokati pohoi. Po, por ai nuk mund të transferonte diçka që nuk ishte tija. Pikërisht. Atëherë si e bëri? Avokati hapi një dosje me një autorizim të vjetër. Shpresa ndjeu një boshllëk në stomak. Kush ja dha? Avokati e pa. Babai i tij. Pra, vjehri im e kishte autorizuar? Në kohë, po. Por pse? Avokati nuk foli. Mira ndërhyri. Ndoshta sepse nuk e dinte se çfarë do të ndodhte më pas. Ndërkohë, në shtëpi zyrja ishte e bindur se Shpresa nuk do të kthehej më. Ajo po i thoshte Arbenit. E mbyllëm këtë kapitull. Arbeni nuk përgjigjej. Tani duhet të mendosh për të ardhmen. Nën, çfarë? Mendoj se tepruam. Zyrja u kthye. Me çfarë? Me shpresën. Ajo na ka gënyer. Nuk kemi prova. Nuk na duhen prova për të kuptuar një njeri. Arbeni uli kokën. Ajo ishte me mua për 10 vite. Dhe pikërisht për këtë duhej ta njihje më mirë. Arbeni nuk foli. Në atë moment telefoni i tij ra. Ishte një numër i panjohur. Alo? Një zëbur i tha. Duhet të takoheni. Kush jeni? Dikush që e di të vërtetën për shtëpinë. Arbeni u ngrir. Çfarë të vërtetë? Nëse nuk do që gjithçka të humbas, duhet të vish vetëm. Telefonata u ndërpre. Arbeni shkoi. Takimi u bën në një kafene të vogël jashtë qytetit. Aty e priste një burr rreth të 50-tave. Ju jeni Arben? Po. Burri nxori një zarf. Babai juaj më kishte kërkuar ta ruaja këtë. Arbeni e mori. Çfarë? Një letër. Ai e hapi. Në fillim nuk kuptoi asgjë. Pastaj lexoi fjalët e para. Bir, nëse po e lexon këtë letër, do të thotë se unë nuk jam më këtu dhe Shpresa është larguar nga shtëpia. Arbeni u zbeh. Vazhdoi të lexonte. Mos e fajso atë. Nëse ajo është larguar, atëherë dikush ka bërë gjithçka që unë u përpoqa të parandaloja. Arbeni ngriti syt. Kush? Burri përballë nuk foli. Arbeni vazhdoi letrën. Pasuria kryesore nuk është e jotja, dhe as e nënës tënde. Kam vendosur që ajo t'i përkas Shpresës. Arbeni mbeti pa fjalë. Letra vazhdonte. Ajo nuk duhet ta marrë vesh nga ti. Nëse një ditë e përzini nga shtëpia, dokumentet do të dalin. Arbeni e uli letrën. Pse? Burri tha.
sepse babai juaj e dinte se në familjen tuaj kishte njerëz që do të bënin gjithçka për pasurinë. Arbeni filloi të dridhej. A e dinte nëna ime? Buri heshti. Kjo heshtje ishte përgjigjja. Kur Arbeni u kthye në shtëpi, zyrja e priti. Ku ishe? Kisha një punë. Me një njeri që njihte babain. Zyrja u zbeh. Çfarë njeriu? Pse të shqetëson kaq shumë? Arben. Ai nxori letrën. A e dije që babai kishte lënë një pjesë të madhe të pasurisë në emër të shpresës? Zyrja mbeti e ngrirë. Kush ta tha këtë? Pra e dije? Jo. Atëherë pse u trembe? Zyrja nuk foli. Arbeni e kuptoi. Për herë të parë, ai pa nënën e tij ndryshe. Jo si gruan që gjithmonë e kishte mbrojtur, por si dik që mundi kishte fshehur një të vërtet të madhe. Nën, çfarë ke bër? Zyrja filloi të çante. E bëra për ty. Çfarë ke bër? Nuk doja të humbisje gjithçka. Çfarë do të humbisja? Zyrja heshti. Pastaj tha. Shpresa nuk duhet ta merrte të pasuri. Arbeni u stet. Pra e dije. Po. Dhe prapë përzive? Ajo nuk ishte nga familja jon. Ajo ishte gruaja ime. Por pasuria ishte jona. Arbeni ngriti zërin. Jo. Zyrja u tërhosh. Nuk ishte jona. Ai mori frymthel. Ishte shpresës. 10 vite kaluan. Shpresa nuk u kthye me njëherë. Ajo ndërtoi jetën e saj. Filloi një biznes të vogël. Punoi pa pushim. Rriti veten. Dhe me kalimin e viteve, biznesi i saj u bë shumë më i madh nga sa kishte imagjinuar. Ajo nuk u martua përsëri. Nuk kërkoi hakmarrje. Nuk foli keq për Arbenin. Por kur nuk e harroi atë natë. Pas 10 vitesh, ajo kishte ndryshuar. Nuk ishte më vajza e friksuar që kishte dalë nga ajo derë me 2 çanta. Tani ishte një grua e fortë. Një grua që kishte mësuar të mos i kërkonte askujt leje për të ekzistuar. Dhe pikërisht atëherë avokati e telefonoi. Shpres, kemi përfunduar procedurat. Çfarë do të thotë? Pronësia është konfirmuar. Për të gjithë pasurinë? Për pronat që ishin në testament. Shpresa heshti. Dhe tani mund të kërkosh rikthimin e pronës. Ajo pa nga dritarja. Pas 10 vitesh do të kthehej. Por jo për të lutur. Do të kthehej për të marrë atë që ishte saja. Të nesërmen, një makinë luksoze ndaloi përpara shtëpisë së vjetër. Zyrja ishte ulur në verandë. Ajo pa makinën. Dera u hap. Një grua elegante zbriti. Zyrja nuk e njohu me njëherë. Pastaj gruaja hoshi syzet. Zyrja u ngrit. Shpresa? Shpresa buzëqeshi lehtë. Përshëndetje Zyrja. Arbeni doli nga dera. Ai mbeti pa fjalë. Përballë tij ishte gruaja që kishte humbur 10 vite më parë, por ajo nuk ishte më shpresa që ai kishte njohur. Ajo ju afrua. Kam ardhur për shtëpinë. Zyrja filloi të qeshte me nervozizëm. Çfarë do këtu? Shpresa nxori një dosje. Të marr atë që është e imja. Ajo vendosi dokumentet mbi tavolinë. Zyrja i pa, dhe fytyra ju zbardh. Por shpresa ende nuk kishte treguar dokumentin më të rëndësishëm, sepse brenda dosjes ishte një provë që mund të rrëzonte jo vetëm zyrjen, por edhe të gjithë historinë që familja kishte treguar për babain e Arbenit. Dhe kur shpresa e hapi atë dokument, Arbeni kuptoi se tradhtia e vërtet nuk kishte ardhur nga nusja, por nga dikush shumë i afërt. E vërteta që ndryshoi gjithçka. Shpresa hapi dosjen. Në dhomë ra një heshtje e rëndë. Zyrja qëndronte përballë saj, ndërsa Arbeni nuk i hiqte syt nga dokumentet. Çfarë ke aty? Pyeti Zyrja me zë të dridhur. Shpresa nuk u përgjigj menjëherë. Ajo nxori një dokument të vjetër dhe e vendosi mbi tavolinë. Ky është dokumenti që babai i Arbenit la para se të vdiste. Zyrja u zbeh. Arbeni e mori. E lexoi. Pastaj ngriti syt. Nuk mund të jetë. Është, tha shpresa qetë. Dokumenti tregonte se prona kryesore e familjes ishte bler vite më parë nga babai i Arbenit, por ishte regjistruar në mënyrë të posaçme në emër të shpresës. Arsyeja ishte shkruar qartë. Ai kishte dashur ta mbronte pasurinë nga një marrëveshje që Zyrja dhe disa të afërm kishin bërë fshehurazi. Arbeni u kthye nga nëna. Ti e dije? Zyrja filloi të çante. Nuk doja të ndodhte kështu. Ti e dije gjithë këtë kohë? Po. Dhe përzive shpresën? Zyrja nuk mundi të përgjigjej. Shpresa e pa. Për 10 vite më ke bërë të besoja se isha një grua pa asgjë. Më akuzove për gjëra që nuk i bëra. Më nxore nga shtëpia. Më bëre të besoja se nuk kisha asnjë të drejtë. Ajo mori frymthel. Por ti e dije që ajo shtëpi ishte e imja. Zyrja uli kokën. Po. Arbeni u largua nga tavolina. Ai duke i shkatëruar. Pse? Zyrja e pa. Sepse kisha frikë. Nga çfarë? Se do të humbisja gjithçka. Dhe për këtë humbe djalin tënd. Zyrja nuk foli. Por shpresa ende nuk kishte mbaruar. Ajo nxori një tjetër dokument. Ky është dokumenti i dytë. Arbeni e mori. Fytyra ju ndryshua. Çfarë është kjo? Është prova se paratë që u zhdukën 10 vite më parë nuk i mora unë. Arbeni lexoi dokumentin. Ishte një regjistrim financiar. Paratë ishin transferuar në një llogari të lidhur me kompaninë e një të afërmit të Zyrjes. Shpresa e kishte zbuluar këtë vite më parë, por ajo nuk kishte kërkuar hakmarrje.
Kishte pritur. Pse nuk e tregove më parë? Pyeti Arbeni. Shpresa e pa, sepse askush nuk do të më dëgjonte. Ai uli kokën. Dhe për herë të parë pas 10 vitesh, Arbeni kuptoi sa padrejtësisht ishte sjell. Më fal. Shpresa heshti. Më fal që nuk të besova. Ajo e pa gjatë. Falja nuk i kthen 10 vitet. E di. Nuk i kthen netët që kam qarë. Arbeni uli syt. E di. Nuk e kthen ditën kur dola nga ajo derë dhe ti nuk erdhe pas meje. Sytë e Arbenit u mbushën me lot. E di. Shpresa nuk bërtiti. Nuk e fyu. Nuk u hakmor. Dhe pikërisht kjo e bëri momentin edhe më të rëndë. Sepse kishte ardhur dita kur ajo nuk kishte më nevojë të bërtiste për të dëgjuar. Zyrja u afrua. Shpresë. Shpresa u kthye. Çfarë? A mund të më falesh? Shpresa heshti gjatë. Pastaj tha. Mund të të fal. Zyrja ngriti syt. Vërtet. Po. Një shpresë e vogël u shfash në fytyrën e saj, por shpresa vazhdoi. Por nuk do të thotë se do të jetoj përsëri këtu. Zyrja uli kokën. E kuptoi. Dhe nuk do të thotë se gjithçka do të jetë si më parë. E di. As që do të harroj. Zyrja filloi të çante. E di. Shpresa mori dosjen. Unë nuk kam ardhur për hakmarrje. Ajo u kthye nga dera. Kam ardhur vetëm për të marrë atë që më takon. Javët në vazhdim ishin të vështira. Procedurat ligjore nisën. Prona u transferua sipas dokumenteve. Biznesi u riorganizua. Ajo që dikur dukej si një pasuri e humbur, tani ishte përsëri në duart e shpresës. Por ajo bëri diçka që askush nuk e priste. Nuk e la Arbenin pa asgjë. I dha pjesën që i takonte ligjërisht. Jo sepse kishte harruar, por sepse nuk donte të bëhej si njerëzit që e kishin lënduar. Arbeni e pyeti. Se po e bën këtë? Shpresa ju përgjigj. Sepse drejtësia nuk është hakmarrje. Ai heshti. Ti ke ndryshuar shumë. Shpresa buzëqeshi lehtë. Jo. Unë thjesht kam mësuar kush jam. Zyrja ndërkohë u sëmur rënd. Kur shpresa mori vesh, shkoi ta vizitonte. E gjeti të shtrirë. Për disa çaste asnjëra nuk foli. Pastaj zyrja tha. E di çfarë më dhem më shumë? Shpresa ul pranë saj. Çfarë? Jo që humba shtëpinë. Ajo mori frymë me vështirësi. Më dhem që humba 10 vite me ty. Shpresa heshti. Ti ishe vajza që duhej të kisha mbrojtur. Lotët i rridhnin. Por të bëra armike. Shpresa i kapi dorën. Të gjithë bëjmë gabime. I imi ishte shumë i madh. Po. Zyrja u habit nga përgjigjja. Shpresa vazhdoi. Ishte shumë i madh. Ajo nuk e zbukuroi të vërtetën. Por unë nuk dua të mbaj urrejtje me vete. Zyrja shtrëngoi dorën e saj. Faleminderit. Disa muaj më vonë, shpresa vendosi të ndryshonte plotësisht shtëpinë. Jo për ta fshirë të kaluarën, por për të krijuar një fillim të ri. Ajo rikonstruktoi dhomat. Hapi një bibliotekë. Krijoi një hapësirë ku gratë e reja që kishin kaluar vështirësi familjare mund të merrnin ndihmë ligjore dhe këshillim. Dhe në hyrje të shtëpisë vendosi një pllak të vogël. Në të shkruhej: Mos e mat vlerën e një njeriu me atë që ai ka në xhep, por me atë që mbart në zemër. Një ditë, Arbeni erdhi. Shndroi përpara pllakës. E ke vendosur për mua? Shpresa buzëqeshi. Jo. Për këtë herë. Për çdo që hyn këtu. Arbeni uli kokën. Ndoshta edhe un kam nevojë ta lexoj çdo ditë. Shpresa nuk tha asgjë. Vitet kaluan. Shpresa nuk u bë vetëm pronare e shtëpisë. Ajo u bë pronare e jetës së saj. Gruaja që dikur kishte dalë nga ajo derë me 2 çanta, tani kishte ndërtuar një jetë që askush nuk mund t'ia merrte. Dhe historia e saj u bë një mësim për të gjithë familjen, sepse ndonjëherë njerëzit mendojnë se kur të përzën nga një vend, kanë humbur gjithçka. Por shpresa kishte kuptuar diçka shumë më të madhe. Ndonjëherë dera që mbyllet pas teje është pikërisht dera që të çon drejt jetës që duhet të kishe jetuar. 10 vite më parë, zyrja e kishte nxjerrë shpresën nga shtëpia duke menduar se po e dënonte, por në të vërtetë, ajo i kishte dhënë mundësinë të fillonte nga e para. Dhe kur shpresa u kthye, ajo nuk u kthye si nusja e përzën. U kthye si gruaja që kishte zbuluar vlerën e saj, si pronarja e vërtetë. Dhe mbi të gjitha, si një njeri që kishte zgjedhur të mos bëhej kurrë si ata që e kishin lënduar. Fundi.